Të dashur shqiptar, sot jam shumë i malëngjyrë sepse kam mësuar se pse Sokratesi u dënua me të vërtetë. Sipas dokumentave që kemi patur deri tani, është interpretuar që Sokratesi ka fyer perënditë e Athinës. Por nuk është e vërtetë. Duke lexuar Aristotelin, veprën e tij politika të plot në origjinal, në greqisht, unë kam mësuar se pse u dënua Sokratesi. Të dashur shqiptar, Sokratesi u dënua sepse ai kërkonte që të rrëzonte sistemin e skllavërisë që ai e quan douleia. Nga fjala doule që do thot punë në helenisht. Tani kjo mua më interesonte shumë sepse është origjina e fisit doule ose dule. Fisi dule është gjetur për herë të parë nga unë si emër personal mbas pushtimit romak tek ilirët e Maqedonisë. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore, sepse ky është emri i përgjithshëm në helenisht, do thot sklav. Vjen nga fjala doule, punë. Mirë po, këta sklavër nuk lejoheshin që të kishin fëmijë. Madje nuk lejoheshin që të kishin varre, prandaj ne nuk kemi varre ilire. Ilirët ishin një klasë e skllavëruar, e lindur në skllavëri, dhe e njëjta klasë e skllavëruar gjendet tek arianët në Indi, por jo në Europë, nuk ishte parë deri më sot. Kjo klasë gjendet tek spartanët, quhen helot. Tek thesalianët quhen ose pelazg ose penest, që do thot të varfër. Pelazg do thot gri. Njerëz gri, do më thënë jo të bardhë. Ndërsa tek kretasit quheshin doule ose dule. Emri dule që gjendet tek shqiptarët në Shqipëri, që disa prej tyre quhen veten minoritar grek, e ka origjinën nga dialekti i Kretës, të dashur shqiptar. Dhe Kreta ka ngritur kolonitë e para në Hellad. Kanë qenë kolonitë e Kretës, që kanë mbjetuar deri në vitet 1100 para erës sonë, derisa u përmbysën ato, bashkë me shkrimin e Kretës. Fjala doule do thot sklav në gjuhën e Kretës sipas Aristotelit. Ndërkohë që 700 vjet më vonë pushtohet Iliria nga romakët dhe Maqedonia, dhe fjala doule sklav bëhet emër personi. Pse do thoni ju? Sepse u dha drejta kësaj popullsie të martohej nga romakët. Përse ndodhi kjo? Si u zhduk klasa doule? Mbas pushtimit romak, u zhduk kjo klasë doule, u hoq dhe si emër, me kuptimin e neveritshëm, dhe pastaj këta njerëz filluan të martoheshin, doulet. Dhe djali i dules mori emrin e babait, që ishte sklav, dhe u bë pikërisht mbiemër në ilirët e Maqedonisë. Ju betohem për atë Zot dhe kam gjetur disa dokumenta kur kjo vërtetohet. Por dokumenta të gdhendura në gur, more, e kuptoni apo jo? Këta në dokumenta varesh. Nuk mund të falsifikohen. Nuk e dinte njeri deri më sot. Aristoteli thot, helotët në Spartë, penestët, që quhen fisi lirë në antologjinë e ilirëve. Këta ishin sklavërit ilirë. Pra e gjetëm më në fund që penestët janë sklavër. E vërtetuar dhe do bëj një film tjetër më të bukur akoma, por filmi sot është për klasën doule, që ishte forma më e ullët e sklavërisë. Këta njerëz nuk lejohet të martoheshin, nuk lejohet të kishin fëmijë, prandaj vetëm pas pushtimit romak, dikush u bë djali i dules dhe mori emrin e babait, që do të thoshte sklav. Madje s'kishin të drejtë mbanin as emrat e vet. Thjesht dule, sklav, pa emër.
sikur t'ishte qen. Me qira fjala, këto lloj sklevrish dule nuk lejohej të varroseshin, sepse që të varroseshe duhet merrej aprovimi i priftit pagan, që është një lloj si prifti i sotëm, ortodoks. Nuk të varroste ai po t'ishe sklav. Këta sklevër dule, kur vdisnin, varroseshin me qend të dashur shqiptar, prandaj nuk ka varre i lirësh. Kockat e ilirëve mund t'i gjeni bashkë me kockat e drerëve dhe të qenëve. Pra, t'i jesh i lirë, do thot t'i jesh më keq se sa qen në periudhën helene. Ilirët u çliruan nga romakët. E pabesueshme. Dhe pastaj emri Dule filloi të përdorej si emër personi. Shikoni vetë se ky është zbulimi më i rëndësishëm, sepse njerëz me mbiemrin Dule kanë shkuar deri në Parlamentin Evropian të ankohen për shqiptarët, ndërkohë që ata quhen sklevër të çliruar. Dule do thot sklav në gjuhën e Kretës. Pra nuk janë grek, janë i lirë të çliruar nga skllavëria prej romakëve. Ky është zbulimi më i hatashëm. Këta që i quhen vetëm minoritar kanë qenë sklevër të helenëve. O mjerim, o Shqipëri, o skllavëri. Të dashur shqiptar, kjo që po shikoni në monitor e ka përcen imagjinatën njerëzore. Këto janë dokumente të gdhendura në gur, emra qytetarësh maqedon që mbajnë mbiemrin Dule. Dhe janë vetëm 3-4 dokumenta. Shikoni? Ky emër Dule vjen nga fjala Duleja, që do të thotë skllavëri, dhe sklav, Dule. Në fillim ka qenë emri i çdo sklavi me origjinë nga Kreta dhe më vonë në Maqedoni, mbas pushtimit romak, filloi të përdorej si emër personi, sepse këto njerëz Dule filluan të kenë fëmijë. Dhe më përpara u ndalohej që të kishin fëmijë dhe djali i Dules mori pra emrin e babait të tij, Dule, që do thotë sklav. Pra kjo tregon që ilirët nuk e dinin ç'do thoshte Dule. Nuk kuptonin greqisht, ashtu siç minoritarët sot nuk kuptojnë greqisht. Greqishtja atyre është e shtrembër dhe ato nuk e dinë që Dule do të thotë sklav. Ky është një tmerr i vërtetë. E shikoni me të kuqe, është gjithmonë emri Dule, i gjetur vetëm në Maqedoni. Ky është një tmerr i vërtetë. Këto dokumenta i kam mbledhur me shumë kujdes. Këta janë dokumente të një rëndësie të veçantë që tregojnë transformimin nga emri Dule sklav në emër personi tek ilirët që ishin bijtë e sklevërve, domethënë mulat, fjalë për fjalë. Këta janë mulat të bardhë, mulat alban të dashur shqiptar. Kjo është arsyeja që nuk ka mbishkrime ilire në Shqipëri, në Dalmaci, në Kosovë, në Maqedoni. Të gjitha mbishkrimet janë helene, por emrat e personave janë Dule, domethënë është bërë mbiemër nga emri i babait Dule, sklav. Këto janë të gjitha dokumentat që kam mbledhur. Do t'i botoj vetëm atëhere kur ju t'i çoni një peticion Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, sepse jam shqiptar i parë në botë që e ka përkthyer veprën e Aristotelit. E kam përkthyer në 2 variante në anglisht dhe pastaj e kam përkthyer në shqip. Dhe ju do të çmendeni kur ta shikoni. Këtu Aristoteli kritikon Sokratesin, i cili përpiqet të përmbyste rendin e skllavërisë. Sokratesi kërkonte të krijonte të ashtu quajtura komuna, një lloj komunizmi, aty ku njerëzit do të ishin të barabartë. Pikërisht këtë kritikon Aristotelesi dhe thotë që shoqëria duhet të jetë ndarë në klasa. Nga Aristoteli, unë mësova që fjala Dule do thotë sklav në gjuhën e Kretës. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Ky është përkthimi shqip i këtij fragmenti ku shpjegohet origjina e fjalës Dule. Por nuk duhet të injorojmë këtë pikë shumë të rëndësishme që duhet i kushtojmë vëmendje një periudhe të gjatë kohore dhe shumë viteve gjatë të cilave këto gjëra nuk do kishin shpëtuar vëmendjes nëse do ishin vërtet të mira.
Thuaj se çdo gjë tashmë është zbuluar, dhe pse disa gjëra nuk janë kuptuar si duhet, ndërsa të tjerat edhe pse të njohura nuk përdoren. Kjo do të bëhej veçanërisht e qartë nëse dikush do të vëzhgonte një komunë të tillë të zbatuar në praktikë. Sepse do të ishte e pamundur të organizohej qyteti i pandarë dhe pjesëtuar disa në mensa të përbashkëta, të tjerët në vllazëri, klane dhe fise. Vetmja gjë që do të kishte pranuar me ligj, pra që rojet të mos jenë bujq, pikërisht ajo që spartanët tani përpiqen të bëjnë. Megjithatë, Sokrati nuk e shpjegon dhe as nuk është e lehtë të thuhet çfarë karakteri do të ketë e tërë komuna për qytetarët e tjerë. Në të vërtetë, shumica e qytetit, masa e qytetarëve të tjerë, mbetet e papërcaktuar, nëse pronat e tyre duhet të jenë gjithashtu të përbashkëta apo në pronësi private, dhe nëse gratë dhe fëmijët e tyre duhet të jenë privat apo të përbashkët. Nëse gjithçka është e përbashkët për të gjithë në të njëjtën mënyrë, si do ta ndryshojnë këta qytetarë nga rojet? Apo çfarë do të fitojnë ata duke u nënshtruar sundimit të tyre? Çfarë do t'i bëjë ata të pranojnë atë nëse nuk përdoret ndonjë dredhie e zgjuar si ajo e kretasve? Kretasit, megjithse u lejojnë skleverëve të tyre çdo gjë tjetër, u ndalojnë vetëm palestrat dhe posedimin e armëve. Por, nëse këta qytetarë do të kenë të njëjtat rregulla si në qytetet e tjera, cili do të jetë karakteri i shoqërisë së tyre? Sepse do të ketë domosdoshmërisht dy qytete brenda njërit të vetëm, dhe këta do të jenë kundër njëri tjetrit. Ai, Sokratesi, i kthen rojet në një lloj garnizoni, ndërsa bujqit, zejtarët dhe të tjerët janë qytetarët e lirë. Megjithatë, ankesat, gjyqet dhe të gjitha të këqijat e tjera që ai thotë se ekzistojnë në qytete, do të ekzistojnë edhe në mes tyre. E megjithatë, Sokrati pretendon se për shkak të arsimimit të tyre, ata do të kenë nevojë për pak ligje, si ato që rregullojnë administratën e qytetit dhe tregut, pasi ai ju jep arsim vetëm rojeve. Mëtej, ai bën bujqit zotërinj të pronave të tyre duke paguar qira. Por ata kanë shumë më tepër gjasa të jenë të shqetësuar dhe plot mendimadhësi se sa helotët, sklevrit e varfër ose sklevrit e thjesht që gjenden gjetkund. Por nëse këto gjëra janë të nevojshme apo jo, asgjë nuk është e përcaktuar ende. As nuk është e përcaktuar komuna, arsimi apo ligjet për qytetarët e tjerë. Dhe nuk është e lehtë të zbulohet as një ndryshim i vogël, çfarë lloj njerëzish duhet të jenë këta për të ruajtur bashkësinë e rojeve. Dhe këtu bëhet interpretimi dhe analiza. Kritika e Aristotelit ndaj Sokratit dhe Platonit. Aristoteli kritikon idenë e Sokratit në Republikën e Platonit për një shtet ideal me pronë të përbashkët dhe klasa të ndara. Ai argumenton se pa një strukturë të qartë për shumicën e qytetarëve, sistemi do të krijojë dy qytete brenda njërit të vetëm dhe një konflikt të pashmangshëm midis rojeve dhe bujqëve dhe artizanëve. Temat kryesore janë rojet, fylakes, që është klasa sunduese arsimuar posaçërisht. Bujqit, georgoi, klasa punëtore e cila i lihet pronësia private, një kontradikt sipas Aristotelit. Në fund fare janë helotët dhe sklevrit douleia, shembuj i sistemeve të shtypjes që Sokrati injoron dhe do që t'i përmbys. Problemi i qëndrueshmërisë. Nëse bujqit janë të lirë, por të përjashtuar nga politika, ata do të bëhen të shqetësuar dhe mendjemëdhenj, më të rrezikshëm se sa sklevrit. Pa ligje të caktuara për këta qytetarë, sistemi i Sokratit është i paplot dhe jo realist. Krahasimi me sistemet ekzistuese. Në Spartë kemi helotët të shtypur por të organizuar. Në Thesali kemi penestët pellazg, serf të varfër. Në Kret kemi sklevrit douleia me të drejta të kufizuara. Sokrati nuk ofron zgjidhje për shmangjen e rebelimeve. Përfundim, Aristoteli thekson se një shtet i ndarë në klasa të palidhura është i dënuar të dështojë. Pa një plan të qartë për të gjithë qytetarët, jo vetëm elitën, modeli Sokratit krijon kaos, jo harmoni. Asnjë fjalë këtu për zotat që gjoja ka fyer Sokrati. Kjo është çmenduri. Të dashur shqiptar, nuk ka asnjë fjalë për zotat që gjoja ka fyer Sokratesi. Janë të gjitha gënjeshtra më vonë. Aristoteli kur nuk përmend një gjë të tillë. Sokratesi është dënuar sepse ai kërkonte të krijonte komunën e parë, një lloj si komunën e Parisit, të zhdukjen e klasave.
Këtë ka krijuar Sokratesi. Ky është zbulimi më i rëndësishëm në jetën time. Sokratesi kërkonte çmontimin e skllavërisë, douleia në gjuhën e kretasve, helotët në Spartë, Penestai, gjojafisi i lirë, janë sklevërit në Shqipëri, të dashur shqiptar. U bindet përfundimisht që i lirët kanë qenë sklevër, quheshin Penestai. Do bëj një film tjetër për këtë gjë. E kam bërë një film të mëparshëm, e kam lidhur fjalën Penestai me fjalën punë në gjuhën shqipe, dhe në fakt lidhet me helenishten. Pene i thon pikërisht punës së sklavit në gjuhën helene. Pra nuk lidhet me shqipen. Nuk ka asnjë fjalë të lidhur me shqipen. Të gjitha dokumentat janë helenisht. Emrat e njerëzve vijnë nga fjala sklav, douleia. Kjo është e vetmja gjë që ka përçuar lashtësia në gjuhën shqipe. Emrat e sklevërve tek minoritarët të dashur shqiptar, të gjitha ata që mbajnë mbi emrin dule, kjo është me kuptimin sklav në gjuhën e Kretës. E pa besueshme. Dhe ata dalin në mbrojtje të Greqisë. Të Greqisë që i ktheu në sklevër. Të merë. Ky është një film që do bëj një bujë të madhe në Shqipëri. Të shohim se çfarë do vendosin shqiptarët. Ky është zbulimi im. Ky është shkaku pse u dënua Sokrati që të pi helmin. Mirupafshim, dulet e Shqipërisë, sklevërit e Greqisë. E kuptuam se kush jeni. As varr nuk lejohet që të kishit, as mbishkrime jo, as emra jo, sklever.